njerëz. Pra, kjo demonstratë e këtyre ka vdekur me kohë dhe këta kanë mbaruar me kohë, pra dashur shqiptar, erdhi koha e arrestimeve dhe do përfundojnë. Po thuaj, këtë vit ka marrë formë të prerë, që unë u kam thënë në maj, u kam thënë qershor, u kam thënë korrik, po si që thash, Pilinçi nuk ka hekurat, Pilinçi ka Chelsin, i e purdhur për vite e vite me radhë, po thuaj për 50 vjet, kam punuar dhe punoj gjithsesi të kem jetën për kombin e bekuar të Amerikës e për kombin tim, që ka 82 vjet që e shqyen këta rrugaçën, ka 82 vjet që vuajnë fshatarë, marrën $80 pension, ka 82 vjet që policia është bërë slev, punojnë slev. Spak, mund të na sqaroni pak më mirë publikun tonë? Të dashur shqiptare, shihni këtë fytyrë këtu, me gradë gjeneral. Nga mjek, ka qenë infirmier, fare, me thënë të drejtë, e dofta mos ka qenë për kafshët, për qenë. Pre aty, e bën doktori famshëm. Pre doktorit, i vun një yll general. Pe generalit, e muarë duke shitur tokat e Himarës, duke shitur tokat e Bregdetit, sepse ishe general. Zotnia, dashur shqiptar, ky fytyrë, ky mbulonte Skënderbejen kur vinte një turk. Ky fytyrë, kur vinte rrugaçi i Francës, federasi i Francës, që është sot president, ky i mbante ambrellën. Ja pra, qa ulje i bën Shqipërisë. Ja pra të dashur shqiptar, qa presidenti keni patur. Ja pra të dashur shqiptar, qa kryeministre keni patur. Qene Berisha, Majkua, Iliri, Edi Rama, Merat, të gjithë. Pra, gjithë rrugët janë bërë. Gjithë shpenzimet janë bërë, janë hedhur në për rrugët. Që janë vrarë njerëzit me makina. E kanë lyer jo më tepër se 2 cm me serë të zezë. Gropa dynjan, ta kanë mbledh parat. Edhe kjo zonja ka vila, ka hotele, ka apartamente, ka para me metër kub. Pra, si kjo, do arrestohen me qindra këto ditë dashur shqiptar. I do konfiskohet, do ketë fatin, do fta të mos shkojë edhe në burg. Pra, shqiptarëve u duket të çuditshme, si kam thënë gjithmonë, nuk do ngelet njeri pa konfiskuar dhe jam betuar si në amanetet që kam, të gjitha para do t'i marrën shqiptarë. 97% do t'i marrën hotelet. Mbrapa hoteleve janë vilat të dashur shqiptarë. Me çdo kodër, shikoni, në Bregdet e kam fjalën. Shikoni me çdo vend, me çdo kodër janë vilat. Ai shihni që s'kan drita, sepse i kanë të korruptuarin. Koha që shqiptarët t'i shohin një herë, u ka vajtur maj tundës, ata s'kan buk të hanë, ajo ka 900 hyrje. Kjo tjetra ka 200-300 hyrje. Ja pra, ku ka rritur. Kanë ngelur të rinë pa martuar, se s'kan shtëpi, rri me nenën, rri me babën, kanë mbaruar universitetin, pa punë fare të dashur bashkëdhetar shqiptar, pra, ka ardhur koha gazetare që do përfundojnë çdo gjë.